Kam kënaqësinë që t'ju mirëpres sot në këtë trojez diskutimin mbi pjesëmarrjen e Kosovës në kornizën e investimeve për Ballkanin Perëndimor dhe avancimin e projekteve tona në kuadër të saj. Instituti Reinvest organizon këtë diskutim në kuadër të projektit Policy Answers, i cili është projekt në kuadër të Horizon Europe dhe që ne zbatojmë bashkërisht me institutet të rajonit dhe të vendeve tjera të Bashkimit Evropian. Projekti Policy Answers fokusohet në sistemin e politikave të qeverisjes dhe fushën e kërkimit dhe inovacionit, megjithatë përfshin edhe aspekte tjera të rëndësishme, si arsimi, kultura, rinia, sporti, po dhe agjendat në cilat Kosova ka marrë zotime karshi Bashkimit Evropian dhe agjendan e parafrimit. Brenda këtij projekti, ne patëm planifikuar një aktivitet të dedikuar për organizimin e një punëtorie që të trajtonte disa aspekte konkrete për aplikimin dhe qasjes në instrumentet e kornizës së investimeve të Ballkanit Perëndimor. Diskutimet fillestare për këtë aktivitet i kemi pasur bashku, i kemi nisur me koordinatorin kombëtar të IPAS dhe njëkohësisht edhe drejtorin e zyrës për bashkëpunim për zhvillim kuadër zyrës kryeministit, zotin Florim Canolli, me synim që të krijojmë një hapësirë reflektimi institucional në mënyrën se si Kosova mund të përmirësoj identifikimin, përgatitjen dhe strukturimin e projekteve përmes kornizës investimeve të Ballkanit Perëndimor. Për këtë e falenderoj zotin Canolli për gatishmërinë e vazhdueshme. Megjithatë, siç edhe e dim, aktivitetet u pezulluan pjesërisht edhe për shkak të mostrave të vendosura të BE-s dhe rrethonave të brendshme institucionale që pasuan. Sot, me krijimin e institucioneve të reja dhe vendimin e Komisionit Evropian për heqjen graduale të masave, ne konsiderojmë se është momenti i duhur për të riaktivizuar këtë diskutim dhe momentumi aktual krijon një dritare reale mundësie për të forcuar koordinimin institucional, për të përmirësuar cilësinë e portfolio's së projekteve dhe për të rritur përfitimet e Kosovës nga kjo platformë e rëndësishme financiare, e cila mbështet edhe zbatimin e planit ekonomik dhe të investimeve dhe planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Qëllimi ynë parësor pra sot mbetet që të identifikojmë pengesa strukturore, bëshllëqen koordinim dhe mundësi konkrete për përmirësim. Gjithashtu synon që të krijojë një hapësirë dialogu konstruktiv ndërmjet palëve të interesuara, me fokus në forcimin e bashkëpunimit institucional dhe përmirësimin e identifikimit, përgatitjes dhe strukturimit të projekteve që mund të mbështeten përmes kësaj kornize. Po ashtu dua të ndaj me ju që ndërkohë që ne po përmbyllim projektin Policy Answers, Instituti Reinvest është në nisje sipër të një projekti tjetër në kuadër të Horizon Europe, në bashkëpunim prapë me partnerë tjerë të Bashkimit Evropian. Aktiviteti sotëm mund të ndihmojë në identifikimin e elementeve konkrete që do të mund të adresohen me projektin e ri, pra të titulluar Policy Enlarged, duke krijuar kështu edhe një farë vazhdimësie. Diskutimi sotëm pra në këtë kontekst është vetëm një hap i parë dhe kontributet juaja janë thelbësore. Gjetjet nga ky diskutim ne do t'i sintetizojmë në një dokument përmbledhës, i cili do të ketë edhe rekomandime konkrete për politika dhe veprime institucionale, me synim që të shërbejë si referencë për hapet ardhshëm. Njëkohësisht, ky dokument do të na ndihmojë neve në institut për të orientuar dhe strukturuar më mirë aktivitetet tona të ardhshme si në kuadër projekteve ekzistuese, po dhe aty në nismave dhe iniciativa të reja në zhvillim e sipër. Dhe në fund më lejoni t'ju falenderoj për praninë dhe pres me shumë interes diskutimin e hapur e konstruktiv që do të zhvillojmë sot. Pa humb kohë, lejoni që t'i kaloj fjalën zotit Florim Canolli, drejtor nga zyra e bashkëpunimit për zhvillim në kuadër zyrës kryeministit, për një fjalë hyrëse. Florim. Faleminderit Alban. Mas fjalimit, unë nuk po kam shumë çka me shtu, se i përmbledh dhe këtë gjë mirë, gjitha aspektet dhe të nderuar pjesëmarrës, falenderoj për pjesëmarrjen sot, edhe sot e kemi rastin një mundësi shumë të mirë për në zhvilluar një trojez, një diskutim të hapur, se përket çështjeve më me rëndësi për kornizën investuese të Ballkanit Perëndimor, për sfidat që i kemi, për sfida strukturore që i kemi për këtë instrument, për mundësitë që i kemi, e që nuk janë të pakta, dhe për mundësinë për me bashkëpunu, bashkarisht me punu në drejtim të përmirësimit, të instrumentit, përmirësimit të procesit, nëpërmjet të cilit ne aplikojmë dhe marrim fonde nga ky instrument. Prej vitit 2009, kur ka fillu korniza investuese Ballkanit Perëndimor, kemi përfituar qindra miliona grante, ka dhe grantet e tjera cilat janë në pritje të njoftimit përfundimtar të BE-s për heqjen e masave për fazën e dytë, që është paremëruar këtë ditë, dhe pra do të shtohen këto grante investuese.
ndërsa parafërsisht vlera e investimeve nëse do rritet edhe kostet totale e projekteve, pra edhe pjesës tjetër që financohet nga hapat të ndryshme, kjo shkon në miliarda. Pra kemi të bëjmë një instrument që është jashtëzakonisht masiv për nga vëllimi i fondeve. Në të ardhmen kjo pritet me ushtu, me u rritë dhe matutje, si që dini me planin e rritjes. Plani i rritjes, gjysma e fondeve do të shkojnë në kuadër të kornizës investuese të Ballkanit Perëndimor. Njëtën kohë, plani i rritjes kushtohet me reformat dhe me parakushtet e tjera që do t'i përmbushim. Pra, do të jetë edhe më e vështirë për neve, edhe më sfiduese për të përfituar fonde për këtë instrument, sepse nuk mjafton vetëm projektet, po do t'i kemi edhe reforma. Prandaj është një moment i dur që me nis një dialog ose një diskutim ndërmjet gjithë neve, institucione financiare ndërkombëtare, qeverisë, organizata shoqërisë civile dhe partnerëve të tjerë për me pas se çka mund të bëjmë bashkërisht për me përmirësuar punën tonë, në mënyrë që Kosova të përfitojë sa më shumë fonde dhe të mos mbetet prapa vendeve tjera. Faleminderit shumë. Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. It's a pleasure addressing you today. I would like to thank and congratulate Reinvest for having taken forward this initiative. Very much appreciated, and it comes in a very timely moment as well. I wanted to start as well by recognizing what you have just said, which is that this, call it this gathering, this workshop, this discussion is part of a Horizon Europe initiative that you are participating in, and I think it's very telling to say so, because it shows as well how much EU integration is already happening in so many aspects, and you being part of Horizon Europe and having received a grant to take forward this initiative, I think is a very good example as well, how our toolbox and how our engagement as European Union with the Western Balkan 6 is actually evolving and how fast it is actually growing. And I think this is something I wanted to point out at the very beginning, and I wanted to start by contextualizing a little bit the very important instrument which is WBF and how it fits into where we are now. I've been working in the Western Balkans now for 4.5 years, and I can tell you as head of cooperation previously in Albania as well, how much our toolbox has evolved. And the first thing we should not forget is everything the EU is wanting to offer is really to bring Western Balkan countries closer, if not into the European Union. So we have to see everything under this context as well. And the WBF fits very well into this context as well. So it's about the EU acquis and making sure that Kosovo is aligning better to the EU kind of regulatory framework. And reforms are absolutely necessary. So, and in this context, the growth plan that Vladimir has mentioned as well is a completely game changer for various reasons. Because the growth plan has 4 articulations. One is better access to the single market. And I think this in itself is something that is the most transformative. Yeah, I can say a few words, but then I need my colleague who is dealing with WBF for many years on operational level can add details. Overall, indeed, I agree with what was said by Hubert and Florim. There are many bottlenecks, and we know how to do it better, but still we are in the process to improve. So coordination from our point of view is number one. I think we very often have discussions with different ministries, and they have different views, especially like Ministry of Infrastructure can support the project and Ministry of Finance is against. And I think this should be solved in a round table somehow. The same with donors. I mean, donors also sometimes have competitive or different agendas. You know, we believe like wind mill should be a private sector project, which is like everywhere. But some donors or IFIs believe this can be done differently, you know. So that's another issue. So I think coordination, discussion, roundtable is very important to have. Capacity, yes. As you mentioned, we need to improve capacity of the ministries, of the public-owned enterprises, project beneficiaries, in terms of preparation projects.
We have, as an institution, we have also donor funds, small, for feasibility studies, and we often use it to prepare the project, to conceptualize, to put it as a concept on the paper and discuss. It's also helpful from our point of view, and that's, I think, help the government or relevant ministry to make a decision, which I think is missing from other IFIs, other institutions. We also see recently a lot of policy-based loans offered, which is kind of, an issue from our point of view. Okay, it's good to have it by some, institutions who used to do this, but now it's a tendency that everyone pushes money to the budget and they're all stuck. So, and you need to have projects. So overall, I'm saying this many times, there is no issue of money. There is issue of projects in the country. And I think this is the key, to find a good and prepare good commercial project with good objectives according to high standards. I think this is a challenge. And money, as you can see, available, Kosovo on the bottom list, unfortunately, but I'm sure, government also has very low debt to GDP ratio, so government has money. There is no issue of money, and you see, government capex is also underspent heavily. Spari dëshoj me falenderu zotin Canolli, I cili për momentit kur na kemi fillu përgatitit për këtë tubim ka qenë shumë I gatshëm edhe bashkëpunues që të shkojmë përpara. Natyrisht ky tubim është dashur më majt para një 2 vite, por krizat edhe problemi I qeverisë, problemi masa, kështu që na shtym deri ka fundi. Fatmirësisht u kriju qeveria dhe ky është aktiviteti I fundit që është Albanën këtë projektin Horizon Europe, që po përmbyllet faza e parë, po fillon tash faza e dytë. U përmend shumë, mendoj se çështja themelore është që duhet vetëdijsohemi gjithë, edhe nivelin qeveritar, edhe nivelet e përfituesve, edhe të institucioneve, po edhe të institucioneve kërkimore, profesionale. Problemi është se si të arritim kapacitetin absorbues për investime. Problemi numër 1, se ne na duhet vetëdijsohemi se këtu kemi shumë problem të madh dhe nëse vetëdijsohemi, atëherë problemi zgjidhet. Derisa nuk jemi të vetëdijshëm për këtë, ne zgjatemi me këtë ecje të ngadalshme në aktivitetin investues në të gjitha nivelet. Jo vetëm nivelin qeveritar, por edhe nivelin biznesor dhe nivelet tjera. Kështu që kjo është problemi. Nëse na e shikojmë strukturën e e planit rritjes, po edhe planit ekonomik të investimit WBF, çka ka mundësi Kosova me përfitu. Aty janë siguru me të gjitha nevojat prioritare, shumë mundësi dritare shumë të rëndësishme, esenciale për zhvillim të Kosovës. Prandaj, nisur nga kjo nuk është dashur na me pas problem, a kem projekte, as kem projekte. Është dashur me pas problem apo mund me I shty ato projekta, e kemi studimet e fizibilitetit mira atjera. Prandaj, përsi po kthejna që në duhet vetëdijsohemi se esenciale është, jo vetëm për këtë çështje, por kapacitetet absorbuese për investime, për zhvillim, janë kritike edhe duhet të trajtohen, edhe në qeveri, po të trajtohen edhe në institucionet akademike, në institucionet kërkimore, në gjitha nivelet e shoqërisë. Çka është me rëndësi tash, nëse është kështu situata, ne jemi në një farë presione, ne jemi vitin 2026, fund 2027-ës, kalojmë në strukturën e financimit 2028-2034 tash. Si është kalimi prej një fazën tjetër, sigurisht ka mundësi aty mund ndërlidh dhe projekte, por tash këto 2 vjet I kemi kritike na me bëni hap më të vendosur përpara. Sa mund mrrim për 2 vjet, mendoj se nëse organizohet mirë, mund të mrrihet. Mund duket që u përmend këtu edhe nga zoti Hubert një farë trupe koordinuese të BE-ja, por mendoj se kjo është esenciale që kjo trup të funksionojë në qeveri, se u përmend Ministria Financave dhe të tjera. Qeveria duhet me bën një farë trupi koordinues që faciliton e lehtëson, domethënë përgatitjen e projekteve, implementimin e projekteve,
Na e kemi, në qoftë se sheni raportet auditorit dhe sheni një realizim shumë të gatshëm projekteve, edhe pas aprovimit, edhe pas disbursimit të mjetëve. Ati i keni shkojnë me vite, do më thonë projekti implementohet 20%. Këto e në qashti që duhet me rritë përgjegjësinë e institucioneve që përfitojnë, agjensive përfituese. Qoftë se dikush ka marrë një kredi, ose ka marrë një grant, ose ka marrë diçka dhe për 5 vjetë realizon 20% projektit, atëherë aty duhet të shtrohet, duhet të analizohen çështjet dhe të shtrohet përgjegjësia. Shumë më rëndësishme që këtu disi të në këtë çështje të koordinimit, ti trupi po mendoj që do është një trup koordinues, ku janë ministrit, ku janë gjithë, por edhe një farë trupi që faciliton përgatitjen e projekteve. Na kemi megjithatë ka institucione në Kosovë që mujnë me kontribu, po duhet edhe me përfitu asistent jashtëm për projekt. Është esenciale na me ecë më shumë me investime, me dyfishu normën e zhvillimit ekonomik. Kështu me mbetjen në këtë nivel të kapacitetit absorbuese ne ngecim mbrapa me këto shpërpjestimet e mëdha strukturore.